Personat që flenë në bark duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Të gjithë kanë pozicione të pëlqyera për të fjetur mirë, po janë disa pozicione më të preferuara dhe disa të tjera më të dëmshme për shëndetin. Ndër pozicionet që pëlqejnë për shëndetin është fjetja në bark. Fjetja me bark është shumë e dëmshme pasi ushtroni presion të gjitha organeve jetësore, që shkaktojnë dëme nervore dhe probleme me zemrën. Por më tepër shumë njerëz që flenë në këtë pozicion pëlqejnë të rrotullojnë duart nën gjoks. Kjo është një veçori e cila mund të çojë edhe në ngërçe ose mpirje totale të duarve, si dhe nuk preferohet për shkak të vështirësive të vogla që mund t'i shkaktoni kështu edhe frymëmarrjes gjatë gjumit. Ekspertët këshillojnë më shumë gjumin në pozicionin e krahut të majt, në mënyrë që të mos keni këto shqetësime të organizmit dhe probleme të rëndesave të tij, citojnë ekspertët e Sleep Speaker.